Deputetja Mariana Koçeku ka deklaruar në rrjetet sociale se familja e saj është kërcënuar nga grupi i Bajrave. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Koçeku paralajmëroi pasojat e rënda nëse i ndodh diçka familjes së saj. Deklarata e deputetes ka sjellë reagimin e avokatit të familjes Bajri, Sokol Tahiraj, i cili ka cilësuar akuza të pabazuara dhe të dëmshme për reputacionin e klientëve të tij. Ai ka bërë thirrje deputetes që nëse ka prova, t'i dorëzojë në institucionet e zbatuese dhe jo t'i bëj publike në rrjetet sociale. Çështja ka marrë edhe për masa politike, ku deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, e ngriti rastin në Komisionin e Jashtëm, duke vënë në dyshim sigurinë e qytetarëve përballë krimit organizuar. Në përgjigje, kryetari i komisionit Igli Hasani, i cili përbën edhe reagimin e parë nga radhët e Partisë Socialiste, theksoi se çdo person që ndihet i kërcënuar duhet i drejtohet policisë së shtetit, duke shtuar se rrjetet sociale nuk zëvendësojnë institucionet ligjzbatuese.